Një politik Shqipëria padyshim që është në kuadër të NATO-s por dhe të Bashkimit Evropian. Dhe disa vende të Bashkimit Evropian dhe jashtë Bashkimit Evropian në mënyrë të veçantë Britania e Madhe sot ka shprehur një shqetësim për një analizë më të thellë në raport me Bordin e Paqes për faktin sepse kjo ftesë është adresuar dhe presidentit të Rusisë Putin dhe duke parë që ajo çka do të zhvillohet në Gaza mund të krijojë një president më të gjerë. Dhe brenda këtij konteksti, a ka ndonjë analizë nga qeveria apo ku diun nëse ka ndonjë këshill sigurisë kombëtare më Shqipëria se duket që se ka, pikërisht me element të mundshëm të cilët do të thonë në një mënyrë apo në një tjetër mund të efektojnë interesa jo vetëm shqiptarëve në Shqipëri, por edhe interesat shqiptarëve në rajon. E them këtë sepse mund të bëhemi antarë të këtij bordi paqe, por pesha dhe relevanca jon pastaj është krejt irrelative në raport me vendimarrjet. Duke qenë dakord 100% që ne jemi në bordin e paqes, mendoj që do ishte e vlefshme dhe një analizë në këtë këndvështrim për efektet që mund të ketë ky bord paqe, do të thonë për çështje akoma pending dhe në mënyrë të veçantë flas për raportet që ka Kosova. Po, një përgjigje nga kryeministri, po, patjetër. Jo, me që po përsëritet edhe një pyetje edhe që mos shqetësoheni sepse kuptoj që jeni shumë shqetësuar pse unë nuk jam atje, se mezi prisnin që unë të më shikonit atje. Në fakt unë duhet bëja një zgjedhje midis të përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. E dyta, duke qenë se zoti Mediu është ura që lidh Amerikën me rrugën e shpresës, unë prisja nga zoti Mediu në fakt që të hidhte poshtë pretendimin e Britanisë dhe të mbante anën e Amerikës, po s'ka problem se nuk shohim ne asnjë arsye për të parë divergjenca të tilla, kështu që zoti Mediu rini i qetë, analizat i kanë bërë ata që na kanë ftuar dhe ne nuk na ardh akoma koha të analizojmë ata që na ftojnë. Po, zoti Mediu, 2 minuta. E para replik. Në qoftë se ke vesh të dëgjosh tash që jam absolutisht dakord që Shqipëria në partneritetin që ka me Shtetet e Bashkuara duhet të jetë pjesë e bordit paqes. E dyta, besoj që është shumë e rëndësishme në iniciativa të tilla të dimë se ku jemi dhe për çfarë jemi. Në qoftë se marrim për granted se dikush na ka ofruar diçka dhe nuk bëjmë analizën tonën, kjo nuk tregon ndonjë mençuri, biles tregon të kundërtën e kësaj. Edhe besoj që do të ishte shumë e vlefshme i nderuar zoti Rama që kur flasim për gjëra të tilla, të ketë një diskutim pak më të gjerë dhe më substancial, sepse çështjet e sigurisë nuk janë çështje tuaja personale. Janë çështje që janë të interesit të vendit dhe më tej se kaq të interesit ton kombëtar. Ky është shqetësimi im, mund të jetë tërësisht irrelevant, por tash ka një analizë në raport me këtë çështje. Nëse të tjerët i kanë bërë analizat, i kanë bërë në këndvështrimin e tyre. Ne si shqiptarë na takon që ti bëjmë këndvështrimin ton. Dhe besoj kjo është normale për një kuvend që ta shoh dhe në këtë këndvështrim dhe nuk shikoj asnjë gjë të tepërt në atë që unë thash. Për sa i përket pasaj lidhjes me rrugën e shpresës e tjerë, e kam pasur dhe kam kënaqësi që të bëj çdo gjë që është e mirë dhe mundshme për vendin tim në çdo raport ndërkombëtar apo edhe politik brenda dhe jashtë vendit. Zoti Berisha, pyetje.